pavarësisht se janë hapur të gjitha kapitujt e negociatave dhe tani ka filluar mbyllja e tyre, pavarësisht që janë bërë hapa, domethënë të pa para edhe të pa imagjinuara në drejtim të infrastrukturës vendit, në drejtim të urbanistikës, të qytetërimit të gjitha qyteteve dhe qytetëve të Shqipërisë, të faktit që Shqipëria është bërë, domethënë një vend shumë atraktiv për turistët e botës dhe që të vinë, domethënë 13 milion turistë në vit, nga 100.000 që vinin vitin 2012, është një arritje jashtëzakonshme, apo që të flasësh edhe për gjërat e tjera, domethënë në këtë vend. Mos harrojmë që ishim një vend që fluturimet me avion për të vajtur të fëmijët që kishim në emigracion, ato ishin vetëm privilegje disa biznesmenëve të fuqishëm e tjera, se ishte 1.500 euro një bilet udhëtimi vajtje ardhje. Tani me 48 euro vemi tek fëmijët në Bruksel, vim edhe është bërë sikur të jetë urban avioni në Shqipëri. Domethënë, kam fjalën që arritjet jashtëzakonshme ka, por ama edhe probleme të mëdha qeverisja ka. Ka probleme të trashëguara kryesisht, sidomos në fushën e pronave, ka probleme të trashëguara dhe të rënda në fushën e drejtësisë, sepse njerëzit ende nuk marrin dot drejtësi në këtë vend, pasi ajo futet në kalendrat dhe është futur në kalendrat greke, edhe për 10 vjet, domethënë nuk arrin dot që të përfundosh çështjen në gjykatë lartë, apo për 8 vjet nuk arrin dot të përfundosh një çështje në gjykatë apelit, apo për 3-4 vjet nuk arrin dot të mbarosh një çështje në gjykatën e shkallës parë, etj. me radhë. Pra, në këtë aspekt ka probleme të mëdha, edhe pensionet të cilët pavarësisht, domethënë i kishin pensionet 120 12.000 të reja, domethënë, apo deri 15.000 të reja, edhe tani kanë shkuar ato edhe 250 deri në 300.000 në disa fusha, po përsëri është pak. Është pak edhe paga e punojësve, sepse me të vërtet ishte 300.000, atyre tani ka vajtur 900.000, po përsëri është pak. Pse? Krahasuar me çmimet, krahasuar me nivelin që kanë vendet e Bashkimit Evropian ku ne duam të vemi, etj. me radhë. Edhe në këtë aspekt flas që ka vend për protesta. Po problemi është që duhet gjetur koha, vendi, edhe pastaj edhe çfarë kërkohet. Duhet të formulohen mirë edhe kërkesat. Po në rast se ti e kthen një protestë që mund të jetë ekonomike, që mund të jetë mjedisore, që mund të jetë ajo edhe e një fushë të caktuar, arsimore, kulturore, etnike, etj. me radhë, e kthen atë në politike dhe qëllim të vetëm të protestës, bën dorëheqjen e qeverisë, bën dorëheqjen e kryeministrit, dhe pastaj fut aty parrulla të cilat i hedh në emër të një Shqipërie të re, se thotë do bëj Shqipërinë e re, po Shqipërinë e re do bëj duke futur në burg Ramën edhe Berishën. Po në burg nuk fut protesta, nuk fut rruga. Në burg të fut kallëzimi penal që ti bën për njerin apo tjetrin që ka bërë një krim, e gjykon, heton prokuroria, e gjykon gjykata, edhe kur dënohesh me vendim gjyqësor të formës prerë, atëherë i themi ky person është dënuar. Apo nuk mund të bëhet me gjëra që janë jashtë logjikës më minimale të kulturës juridike për kuptimin e një shteti. Të thuash që duam qeveri teknike, dhe këtë qeveri teknike, thonë aty ata tek rruga e kryeministrisë, e duam, thonë, duke u bërë një kuvend, dhe ky kuvendi do zgjedhë 300 kuvendar, e këta 300 kuvendarë do zgjedhin qeverinë teknike. Ka shmendurire kjo radhë, ja pse do të pa dëgjora ndonjëherë dhe kush i dëgjon këto, thotë këta shpellar apo janë me të vërtetë ta për Shqipëri të re. Ka kudo në botë kemi, domethënë, si funksionon një shtet funksionon mbi bazën e kushtetutave që ndërton, në atë kushtetutë ndërtohet çfarë sistemi
kemi zgjedhur sistemin demokratik, që themi vota është mbi gjithçka, populli i zgjidh gjërat, po me votim të lirë, të drejtë e të tjera, dhe zgjedhjet kur bëhen janë përcaktuar me Kushtetut të Republikës së Shqipërisë, kështu që nëse ke pretendime të tilla, ti mendon se populli që nga bërë më shumë se sa në maj të vitit 2025 tani, edhe duhen patjetër zgjedhje të parakoshme, atëre do të aprovosh veten, do dalësh, do thuash po, sepse ne një alternativë e re, një alternativë që kemi këtë numër përfaqësuesish edhe antarësh partie që i regjistruam, edhe ne, po të bën zgjedhje të reja të parakoshme, ne i fitojmë edhe mundim Partinë Socialiste. Edhe ja platforma jon, ja antarësia jon, ja si e regjistruam gjykat, vetëm provoje se erdhën zgjedhje pushtetit vendor. Edhe 8 muaj janë e do bëjmë zgjedhje të pushtetit lokal. Kudo në botë, kur një mazhorancë u mbet pushtetin lokal, ajo menjëherë reflekton, e madje kur opozita e kërkon, edhe zgjedhjet parakoshme drejt tyre mund të shkohet. Pra e kam fjalën që protesta, po të ishte në këtë mënyrë, më thënë, e organizuar në këtë mënyrë, edhe aty brenda të mos kishte 100 rryma të ndryshme, edhe që nuk e merr vesh qenit zonë, edhe njeri bje goshdës e tjetri patkojit, dhe që fut brenda saj pastaja edhe një frymë agresive, një frymë terroriste, një frymë që ke frikë t'i shikosh, e t'i dëgjosh, e t'i lexosh, ata që mbrojnë atë lloj proteste të zë frika. Të zë frika thua Zot na ruaj, larg ta marrin dorë këta situatën, çfarë mund bëhet këtë vend. Hidhni një sy kur doni. Shpreh dikush një mendim ndryshe, që është kundër protestës. Ja unë jam kundër protestës. Do shikoni ju tek mjeti juaj tani, që po më intervistoni mua, do shikoni çfarë komente do bëhen. E gërsira të paimagjinueshme. Fjalor nga më banalët, rrugashëri e vërtet, dhunë e paimagjinueshme, njerëz pa morale, pa karakter, se të shajna gruaja, të shajna nëna, të shajna fëmijët, e tjera me radhë. Po kjo që nga Shqipëri e re, me këta do bëhet Shqipëri e re. Ajo duhet, domethënë që jemi më syçel se çfarë përfaqëson faktikisht kjo opozitë, kjo protestë. Dhe kur i analizon të gjitha këto, dhe kur shikon që cilit element kanë ngelur faktikisht aty në protest tani, edhe si u ka të ndisa ajo në një numër jashtëzakonshëm njerëzish, për të cilët gjithë neve thamë bravo i qoftë, sepse pavarësisht si është e vërteta thamë për Sazanin, pavarësisht si është e vërteta për Zvërnecin, pavarësisht që dikush është dhe i manipuluar, se thot ushit Sazani e ushit Zvërneci, edhe sikur janë ato me rrota dhe i shitëm ne dhe ikën ato në Izrael dhe ikën në Amerikë. Në një kohë që në Izrael kemi blerë ne shqiptarët tanë pasurit lujshme, të palujshme, plot atje, toka e tjera. Po, nuk e shitur Izraeli, nuk në ardhur të në Shqipëri ato. Apo në Amerikë kemi blerë aq shumë toka e hotele, luksoze, bare, e restorante shqiptarët pa fund. Apo në Greqi, pa fund. Kam blerë shqiptarët, ja bërë nga më të pasurit, me pasurit palujshme, toka e, në Bregdete, vila e tjera. Por të nuk janë me rotat vitë në Shqipëri edhe ushqit Greqia. Këto janë do më thënë, shmendurira edhe në pikpamja juridike.